Do ta theksojmë që ndoshta kjo për fillimisht kjo lojë nuk është krijuar që të ketë këtë tendencë, të ketë këtë influencë, por me kalimin e kohës platformat të cilat janë të hapura dhe ku secili mund të shtojë një lojë, një aplikacion apo një vegël të caktuar, kjo më pastaj ndikon shumë keq, sepse pastaj edhe i humb kontrolli i asaj loje dhe njëkohësisht pastaj do thotë edhe dalin pa këto probleme të ndryshme të cilat ne observojmë. Një ndër shembujt më shqetësues përmend edhe rastin e simbolimeve që lidhen me Epstein Island, duke konsideruar si dëshmi se platforma po devijon nga qëllimi i saj për fëmijët drejt përmbajtjeve të rrezikshme. Një prej skenave të cilat është krijuar në Roblox fundi është edhe ishull Epstein, dosja e njohur për të cilat ndodhi, por ne e dimë se çfarë ka ndodhur në atë ishull dhe kjo tregon do të thotë që ajo lojë totalisht e ka humbur kuptimin e lojës për fëmijë dhe gjithsesi do thotë tendencat dhe synimet janë komplet do thotë që të kalojnë në një anë e cila është përveç nuk është